ndërtimi i laboratoreve të reja, mënyra e kontrollit të ushqimeve, certifikimi fillestar e kështu me radhë. Pra kjo vetëm nga ana e institucioneve shtetërore. Dhe pra në përgjithësi, pra gjithë zbatimi i ligjeve të aprovuara duhet të kenë këtë kosto. Por ka dhe kostot të tjera që do të kenë bizneset dhe privati. Kush, mund të kemi disa... Atere, së pari, mendohet që në raport me elementet të ndryshme, pra me dimensionet të ndryshme të biznesit, me fushat të ndryshme, mund të shkojnë nga 20.000 euro dhe në 200.000 euro, mesatarisht kosto. Të lartë, në që ose flasim për një biznes... Po, jo në vit, kujdes njëre mirë. Përse mundet jenë të larta? Absolutisht, sepse në momentin e antarësimit në BE, ti do kesh të drejtën dhe detyrimin, edhe sot, pra nëse një produkt shqiptar duhet të eksportohet, duhet të ketë një certifikim ISO, ose HACCP. Pra nëse është ushqim, ose nëse është produkt industrial i llojit tjetër. Pra, për të eksportuar në BE. Për shembull, mishi shqiptar sot nuk eksportohet dot sepse nuk e ka këtë certifikim ISO. Ka produkte të tjera që eksportohen, si fruta, perime, kështu me radhë. Kjo gjë do të thotë se të marrit këto certifikime ka kosto, jo të vogla. Sepse do duhen bërë analiza, do duhet bërë treguar vjushmëria, do duhet që të marrim okay nga Brukseli, do duhet, pra, është një procedurë. Parim kjo është gjë mirë se duhet ishte bërë. Këtë po them, pra. Edhe aktualisht. Kjo kosto, pikërisht, janë kosto për ta bërë Shqipërinë më të mirë, jo thjesht për të antarësuar në BE. Dhe në thelb janë mundësi. Pra, është e vërtet që kjo gjë ka një kosto, por nga momenti që ti i merr këto certifikime, ti mund të eksportosh produktin tënd kudo në Europë. Por në momentin kur Shqipëria antarësohet në BE, ti je Europë, pra ti nuk mund të rish me kanata hapur në momentin kur nuk i ke këto certifikime. Pra, këto biznese do të mbylleshin zyrtarisht. Po, ka një ide që, nëse do e marrin shprehjen tuaj, në momentin që do hapen këto kanatat, është hapur një lloj debati në bisedat e përditshme që do na mbysi prodhimi i huaj